Të themi që e ndjek për pasion, sepse është gjithsesi shtetim, prandaj me kënaqësi e ndjek, por edhe jam shumë e gëzuar për faktin që është përparuar. Me sa kam parë në vitet e fundit ka pasur një evolucion shumë të rëndësishëm në krahasim me të kaluarën në nivel ndërkombëtar. Prandaj kjo është një gjë që më gëzon, më bën shumë qefin. Edhe është, domethënë, motive dhe shpesh diskutimesh në Itali për nivelin që gradualisht po arrin sporti futbolli shqiptar. Dhe jo pa qëllim, kampionati italian, sikundër dhe të tjerë, po më qenë se jemi te Italia, është ka goxha element shqiptar, u bë shumë vite tashmë dhe kjo nuk përbën më lajm. Po. Ne kemi disa element në Itali në përgjithësi. Te klubi jon, te Napoli, kemi 2 lojtarë që janë njëri kosovar, Amir Akmani, edhe tjetri Maqedonas, shqiptari i Maqedonisë, që është Elif Elmas, që kanë rol shumë të rëndësishëm. Amir Akmani është një ndër futbollistët mbrojtësat më të rëndësishëm, jo vetëm të Italisë, po në nivel europian. Është, domethënë, një ndër sportistët që janë më të kërkuar edhe më të lavdëruar. Ju keni vite në Itali?